shpërblim. Në radhë parë e merrnin këta vojvodët, pjesën më të madhe, pastaj çfarë tepronte e merrnin ushtarët e thjeshtë. I parasysh që Malezia vende shumë malor, pak tokë kishte, dhe për shembull ky autori thotë një gjë shumë interesante, nuk e dija që kur e mori Malezi Ulqinin në 1882-shën, nuk e mori me forcë, s'kishte forcë, po ja dha Ushtria Osmane dhe faktori ndërkombëtar, flota ndërkombëtare që bombardoi forcat shqiptare në Ulqin, 400 familje shqiptare në Ulqin, më me reputacion, i përzori. Dhe pronat e tyre, dhe shtëpitë e tyre, pasuritë e tyre, i morën malazezët. Dhe jetën në kolonit më dha malazezët. Të gjithë të gjëtat, do të them edhe më vonë, bërën dhe në Plavë Guci. Pra, synimi ishte që këtu, shiko, në polën drejtuese të po themi principatës malazeze, se princi ishte ai Kralj Nikolla, kishte dy rrymas gjithmonë. Ishte rryma luftarake, që ta marrim me forcë në Plavën e Gucin, du tregojmë botës se kush jemi ne. Po ne dha Kongresi i Berlinit. Prandaj Osmane e njohu, troqi trupat nga Plavë dhe Gucia, 2 batalione që ishin në troqe, sepse shqiptarët tani kokë fort, nuk e lëshojnë. Atëherë kush jemi ne? Ne jemi ushtria e famshme që mundi turqët, mundi këta, mundi ata. Krau luftarak. Krau i moderuar që ishte një Ilia Plamenac, ishte do me thënë vojvoda i plak, ai i tha Prindrit Nikollës, shikoj, i tha, të luftosh me shqiptarë në atë luginj, është një aventurë ose një ndërhyrje shumë e rrezikshme. E komplikuar, nuk dihet si përfundon. Nuk dihet si përfundon, sepse ata kishin bërë vazhdimisht përpjekje luftarake, domethënë edhe Plavë Gucia kishte luftuar kundër Malezi. Dhe Alipaz Gucia për shembull kishte luftuar kundër Malezi dhe ishte evidentuar. Madje kur mbreti Nikolla, ky Prindri Nikolla e mbaroi Macmillanin komandant të grupit të forcave malazeze, do merrnin Plavën e Gucin, i tha, thuaj atij Alipaz Gucisë, tregoja vendin atij Alipaz Gucisë. Se unë, kur bëra bisedë bëm bashkë për rrethimin e Shkodrës, luftën e Shkodrës, thash që Zeni Gjoleka 852-shën, thënë grupi i luftarëve Leber, sulmoi nga jugu, nga Shkodra, bashkë me shkodranët. Nga lindja sulmuan luftëtarët nga Plavë dhe Gucia, të udhëhequr pikërisht nga Alipaz Gucia, po edhe Gjyli, një udhëheqës tjetër. Dhe kishin, si thoshte, natë të vjetra, plus që malazezët zhvillonin taktikën e luftës me intensitet ullët, do më thënë sulme, grabitje, terrorizime në vijim kufitare, me qëllim të demoralizonin banorët shqiptarë. Dhe në këto kushte, do më thënë lidhja e Prizrenit, që do më thënë për mua, është lidhja më me rëndësi mas lidhjes shqiptare të Lezhës. Për herë të parë, në histori shqiptarët krijuar një lidhje që me një qendër drejtuese, fillimisht dega e parë e lidhjes kur krijuan në Janin, e krijoi Abdul Frashëri. Pastaj më vonë krijuan në Stamboll. Pastaj qendra kryesore, bërthama kryesore u krijuar në Prizren, që kishte një simbolik të dyfisht. Mendohet që ishte në mes të Shqipërisë të atëshme, dhe e dyta sfidonte fakti që Prizreni në mes jetë kishte qenë kryeqytet i mbretërisë të Stefan Dushanit. Dhe në ndryshim nga liderët tanë në vitin e 12 që e thashë që u bën takim Taksim, por nuk morën një vendim të zëmë kur do t'jetë kryetari, kur do t'jetë udhëheqësi. Një dyta, kur do të kontrollojë të vendime, çfarë do bëhet? Kurse lidera Prizrenit dhe zoti një udhëheqës ishte Abdul Frashëri. Ai ishte, pra, caktoi pastaj. Po ta shikosh, është edhe një lloj larg pamësie këtyre liderëve, që mua më pëlqen për 2 gjëra. Së pari, ishin nga gjithë krahinat e Shqipërisë, dhe së dyti, gjithë këta prisat e veriut patën mençurinë dhe larg pamësinë që të zgjidhin në mos gaboj drejtues politik ishte Abdul Frashëri, sepse ushtara ka qenë dikush tjetër. Seliman Vokshi krijuan lloj qeveria ishte ajo, duke ndarë detyrat, anën politike Abdul Frashëri, anën diplomatike dikush tjetër, së mbaj mend anën ushtarake Seliman Vokshi. Dhe
ishte domethënë një qeveri që vepronte, nuk ishte si në 2012-ën. Ti tha shko bëj kërngritje andej, këtu andej edhe u ndanë, shpëndanë, s'u morë vesh, s'kishte një qendër komunikimi, s'kishte si do të zbatoheshin të detyra. Dhe sigurisht që Perandoria Osmane e toleroi, nuk diskutohet kjo punë. Që e toleroi sepse nuk donte në ato fillime. Në fillim, nuk donte që ta acerojë me popullin shqiptar. Nuk donte, sepse ishte një pozitë vështirë. Këtë isha rreziku i rus, po të fillon një kryengritje në Shqipëri, ajo e dinte që do të kishte lashe, edhe u troq, me atë qëndrim të tërhequr. Dhe Lita Prizreni, unë kam lexuar një autor të huaj që thoshte të gjitha shtetet në Ballkan i njohin vendimet e Kongresit të Berlinit dhe zbatuan. Të kënaqur apo të pak kënaqur. Ata që ishin pak kënaqur detyruan të riqen, edhe thanë, "Ok, do të zbatojmë." Vetëm shqiptarët, pa të nguxim, me lidhje me shqiptarët Prizrenit të kundërshtonin të vendime. Po sepse vetëm shqiptarët po masakroheshin në fakt. Po. Se Perandorisë Otomane nuk i prishej shumë gjithë, thonë një fjalë. Toka të tjerëve po jepte. Sigurisht, por e kundërshtuan dhe kjo tani pati një shumë pozitive, por edhe nga ana politike. Domethënë shqiptarët i imponuan faktorin ndërkombëtar. Dhe unë kam e thash edhe në bisedë një bëm për qëndrimin e Austro-Hungarisë. Dhe pikërisht në këtë kohë, domethënë në këtë ose mas Austro-Hungaria dhe Rusia ranë dakord, bënin takim të fshehtë që në parim në dakord ta njihnin pavarësinë në Shqipëri. Pse ishte një kohë shumë dinamik, shumë luftarak, edhe krijonte shumë probleme në Ballkan. Duhesh gjetur një mënyrë, e kupton, për të kënaqur të shqiptarët, natyrisht pa caktuar kufit. Dhe nga pikpamja ushtarake, sigurisht ishte një problem i vështirë. Pse? Sepse është përballa kishim një ushtri malazeze që përbëhesh nga 7 brigada këmbësorie, 6 brigada ishin brigada zakonshme, një brigada e Gardës Princit. Ishte krijuar kështu ajo. Nga një batalion, nga çdo brigadë, 6 batalione i mori më të zgjedhur, trupat më të zgjedhur, më luftarak, më të ashtu dhe i mori kjo Garda e Princit. Dhe me një efektiv afërsisht nga 14.000 vetë. Kishte përvojë ushtria malazeze dalloi sidomos për luftimet trup me trup. Ishin shumë fort fizikisht, përdorin shumë mirë jataganin, luftonin shumë mirë natën, përdorin luftën në prit, e njihnin terrenin malor, dhe ishin shumë skatë shumë shpejt, plus që gjysma fisëve malazeze, kemi thënë, ishin me origjinë shqiptare dhe domethënë edukoheshin joti ta hakok me gjithmonë. Edukoheshin që në vegjëli, që në reni, edukoheshin me atë ndjenjën e krenarisë, domethënë që të këndosh me lahut, trimëria tyre në luftë, se morën dhe lahutën e morën malazeze e morën. Dhe Indro Montanelli, që ka qenë në Shqipëri në vitin 1930 në duket, vizitoi Marsinë e Madhe dhe atje u habit nga çfarë dëgjoi dhe tha, malësori shqiptarta që kur lindta vë kandidaturën për padvekësi. Pra nuk shikon pasurinë e këto tjera, po shikon a do këndohet një këngë për të, apo jo. Po kënga, thot Kadare me drejt kërkon kokë, nuk i këndohet kujdo. Pra ai që e meriton. Pra kishin këto, unë kam lexuar dhe vlerësimet e oficerëve turq, që thonë që ushtarët malazeze ishin trima, pra atë nuk e diskutojmë. Dhe kishte një